Firma e cila ka ndërtuar rrugën e Arbrit ka ndërtuar dhe rrugën liste nga ura e fshatit fshat deri tek rreth rrotullimi, por një dëmtim i ndodhur në afërsi të rrugës nacionale Qaf-Buall-Klos një vit e gjysmë më parë nuk është rregulluar ende. Shirat e mëdha mbushën tombinon e rrugës duke bërë çarje të asfaltit, që prej dëmtimit ajo është mbushur me zhavor, por nuk është riasfaltuar. Drejtuesit e mjeteve që përdorin çdo ditë këtë aks rrugor thotë se është turp të lihet në këtë gjendje rruga, pasi nuk ka ndonjë kosto të madhe për ta asfaltuar. Sipas tyre, kompania mund të kishte rregulluar gjatë kohës që po asfalton të pjesën e mbetur të rrugës së Arbrit, por nuk e ka bërë. Ata shpresojnë që dështrohet dhe kjo pjesë rruge, pasi është e pakuptim që të vazhdojë të jetë kështu. Kjo ka një vit që nuk shtrohet. Ka një vit që e shoh kështu këtë rrugë. Për sa për as gjysmë me dërguvi. Ka një vit që bëj këtë rrugë dhe për herë e shoh kështu në këtë gjendje. Ishte domosdoshme sidomos në pikat kyçe ku ka dhe kryqëzime dhe ku koordinohen rrugët ndërmjet zonave, siç është Klosi apo zona këtij. Po besoj se do rregullohet pas kësaj interviste ose informacione që do jepni ju për këtë detaje. Duhet ishte po pse s'bëhet thotë. Pse s'bëhet? Që nuk bëhet. Ku shkojnë këto lekët që i marrin ato për ta bërë për këtu 200 metra dhe. Ato më shumë. Vetëm vjedhje, sabatime, po në koti. Dëmtimi i kësaj pjese rruge ka ndodhur gjatë shirave të rëmbyeshëm të nëntorit të vitit 2023, por që atëherë vetëm është hedhur zhavor e nuk është marrë asnjë mas tjetër.